Modelet që ne sugjerojmë zakonisht për evente të ndryshme. Cilat nga modelet e qerpikëve do sugjeroje për maturantet? Për maturantet do sugjeroja modele jo shumë të ngarkuara, edhe pse make-upi është pak i ngarkuar. Do sugjeroja maskara efekt, wispy set, efektin M. Po për gocat që bëjnë qerpikët për herë të parë, çfarë do sugjeroje? Nëse është hera pare jotja që don me bë qerpikët, unë sugjeroj lash lifting, që është kthimi i qerpikut të natyral dhe lyrje me bojë, dhe volumin 2D. E dim që po vjen sezoni veror dhe normalisht të gjitha gocat i bëjnë qerpikët për pushimet verore. Çfarë do sugjeroje në këtë rast? Më pëlqen shumë modeli maskara, sepse mund të kesh dy modele në një. Në rast se ti do t'i krehesh me gel, ato bëhen pak si të lagur dhe duken fix për këtë sezon. Në rast se do t'i duash pak më të dukshme dhe jo aq natyrale, nuk i kreh me gel dhe ke dy modele në një. Edhe wet look është e njëjta gjë, por është pak më i dendur dhe gjan pak më voluminoz. Po për ditët e veçanta si ditëlindje, dasma, fejesa. Vitet më përpara, vajzat i vendosin kështu një përdorim, por vitet e fundit po shoh vazhdimisht që po shtohen persona që duan të kenë të mbjellura për një muaj e gjysmë extensionat dhe i duan mesatarisht të dendura. Diçka të tërhequr, pak më fine, pak më natyrale. Çfarë shërbimi do sugjeroje tjetër përveç qerpikëve extension? Nëse do diçka që të zgjas përkohësisht, është brow lamination, zgjedhja e duhur. Duket fytyra lifting, duket vetulla e krehur, e mbushur. Këto janë sugjerimet e mia. Nëse po shikoni qerpikët e mi që i kam lash lifting, unë e adhuroj përdor serumin Lash Stories dhe i kam shumë të shëndetshëm.